Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe do të flasim për një nga temat më sensitive të kohës. Do të flasim për abuzimin dhe ngacmimin apo frustrimin mbi të miturit nga ana e familjarëve, qofshin këto në lidhje gjaku apo jo. Në këtë studio kam mbritur një gjyshe 58 vjeçe, nën e 3 fëmijëve, njëra prej të cilave është vajza dhe një djalë tjetër vuan me spektrin e autizmit. Në momentin që babai ka zbuluar që fëmia vuan me autizëm, ka braktisur nënën, janë divorcuar vite më parë dhe ka marrë në kujdestari 2 prej fëmijëve, njërin djalë edhe vajzën. Të rritur me babain, më pas nuk e din se si u zhvillua jeta personale e gjithë secilit. Ndërkohë që djali ka krijuar familjen e tij tashmë dhe ka marrëdhënie me nënën, kemi të bëjmë me vajzën e kësaj familjeje, e cila pati një martesë dhe nga ajo martesë apo nga ajo lidhje, sepse ende nuk e dim se kush është babai biologjik i fëmijës, i cili ka ardhur në jetë dhe më pas është martuar me një shtetas turk dhe kanë sjell në jetë edhe një vajzë tjetër. Por çfarë ndodh? Kur vajza e zonjës në fjalë, pra e vajzës 58 vjeçares që është me mua në studio, gjyshja e të dyja vajzave, njëra nga martesa me turkun dhe tjetra pa atësit, paktën deri në këto momente, është nëna e 6 vjeçares, ajo që e di se çfarë ka ndodhur në jetën e saj, pasi nënës nuk i ka treguar asgjë, me pretendimin se është rritur nga ana e babait, duke jetuar me bashkëjetuesin e nënës apo edhe me familjar të bashkëjetuesit, ajo në një moment tek familjarët e saj ka shprehur pikërisht një problem shumë të madh që i ka ndodhur për shkak të një abuzimi. Ka ndodhur ngacmim seksual apo abuzim, do të jenë institucionet që do vendosin në lidhje me voglushën 6 vjeçare, e cila sot përfaqësohet ligjërisht nga gjyshja 58 vjeçe që e kam të ftuar në këtë studio. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur dhe vim në rrëfimin e zonjës 58 vjeçare, gjyshes së 6 vjeçares, çfarë ka ndodhur dhe në çfarë pozitash ligjore dhe emocionale është e gjithë familja sot. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një ngjarje të rëndë abuzimi seksual me një të mitur që është 9 vjeçe, e cila sipas gjyshjes së saj është abuzuar nga gjyshi i saj që në moshën 6 vjeçare. Gjyshja rrëfen se 2 mbesat e saj, vajzat e vajzës, i ka rritur që në lindje dhe deri më sot që njëra është 9 dhe tjetra 6. Ajo rrëfen mes lotësh peripecit mes saj dhe të bijës, për të cilën shprehet se nuk ka komunikim dhe se i ka braktisur vajzat deri aty sa janë abuzuar nga gjyshi i tyre. Ndiqni rrëfimin. Në fakt, për 2 të miturat, gjyshi është vetëm i vajzës së vogël, ndërkohë për vajzën e madhe është babai i njerëkut që po e rrit. Me mua në studio është zonja 58 vjeçare, ajo është një praktikante e fesë myslimane. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të kemi vendosur me kurriz, jo për shkak të diskriminimit tuaj fetar. Unë të falenderoj që kam një besimtare si gjithmonë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, respekt për besimin tuaj, por kemi të bëjmë me një temë shumë sensitive, emra dhe figurat të cilat nuk duhet të dalin në transmetimin e sotëm, por të kërkojmë ndihmë për voglushën 6 vjeçare, sepse ju zonjë pretendoni se vajza ka bërë një rrëfim tek nusja e djalit tënd, tek nusja e dajës së saj, në gjuhën angleze, ku ka treguar që gjyshi, babai i njerëkut, ka abuzuar mbi të. Tani, duhet të ndajmë paktën termin e abuzimit, frustrimit, ngacmimit të mbesës tënde, por gjithsesi më lër të prezantoj, mirë se erdhe në këtë studio, edhe Sara Demrozin, avokatën tonë, përshëndetje dashur, mirë se erdhe në krahun tonë, Belinda Mustafa, psikologja jonë, përshëndetje të dyjave, mirë se erdhët. Shikoj që çdo dokumentacion që na është servitur ditën e sotme nga zonja, ju e keni shfletuar dhe e keni konsultuar me njëra tjetrën dhe jam shumë kurioze të di në bazë të atyre dokumentave mendimin tuaj, por fillimisht duhet të dëgjojmë rrëfimin në vetë të parë të kësaj gjysheje. Atëherë, zonjë, ti je një grua e divorcuar, je nën e 3 fëmijëve, 2 djemve dhe një vajzë. Për vajzën do të flasim sot edhe për martesën e saj me shtetasin turk. Ti je divorcuar për shkak se njëri prej djemve ka spektrin e autizmit dhe bashorti nuk e përballoi dot bashkëtesën me një fëmijë që kishte probleme të këtij lloji spektri dhe nuk është hera e parë në fakt që
nënat apo gratë nuk i kanë partnerët në vështirësi të tilla, sidomos kur fëmijët kanë probleme të zhvillimit të tyre emocionale dhe fizik. Atëherë, sa vite më parë jeni ndarë juve? Përshëndetje zonja Evis. Faleminderit. Respekte, Jana Gjithashtu. juaj. Unë kam në vitin 2013 që jam ndarë në ish bashorti, si që e the edhe vetë, jetesa u bë shumë e vështirë nga fëmija autike në problemet, edhe nuk e përballoj dot, dhe i këtu okej. I shkuat në gjykatë? Shkuam në gjykatë, ndanë. Vitin 2013-2014 kemi përfunduar. Fëmijët ishin 9-18 në atë kohë? Fëmijët jo ishin, djali ishte mbi 18 i pari. I pari që është i martuar me fëmijë. I dyti ishte afërsisht duke arritur 18-ën, për këtë arsye gjykatësia më la vetëm fëmijën autik mua, që ishte 12 vjeç në atë kohë, dhe 2 fëmijët e rritur i la me tjatin. Sa ko nuk fole ti me fëmijët e rritur, ose më mirë me vajzën baje komunikime? Se djali ka krijuar familje dhe është vajza me thënë drejtën familjen e tij. Se di që e mori, se e mori unë ndava jam me babin tani, dhe nuk pranon të asë këshillan nga unë. Edhe takoshim rrallë, po thuj se rrallë. Po pse? Nuk zbatonit vendimet e gjykatës juve? Nuk është se zbatonin vendimet e gjykatës, pa jo ishte afër moshës. Dhe i dukeshe jeta më e mirë me tjatin se kishte mundësi, punësimi e lekune, nërsa unë jetoja vetë me kepin e fëmis. Po djali që jetonte me motrën edhe me babain, para se të krijonte familjen? Djali fill pasi unë ndanë, unë divorcuam neve, djali u shkëput në ajati dhe jetoj jetë, u lidh me një person dhe jetoj jetë... Jetën e ti, jetën e ti në një bashkëtesë normale. Normale. Nuk është se... Pra, ish burri yt jetoj vetëm me vajzën. Vajza në atë kohë ishte afër të 18-ave dhe nuk mbante shumë komunikime me ty, apo jo? Nuk mbante dhe... As këshillat nuk i pranonte? As këshillat nuk i pranonte, se më thoshte mua që unë jap llogari vetëm babit, se gjykata më kalon vetëm me babin. Atëherë, ndalojmë pak këtu, përpara se të divorcoheshit, si ka qenë marrëdhënia jote me vajzën? Të ngushta, flisnin si nën e bi, ka pasur një krisje? Të vërtetën, pasi e përjetova keq lindjen e fëmisë autike. Edhe mundësia ishte e dobët, ekonomia, dhe unë me thënë drejtën shumë kohë, ndoshta vej fajtore dhe veten se shumë kohë ja përkushtova fëmisë autike. I lë pas pak dore këta të dhejnë? Nuk i lash pas dore, po nuk ja arrija dot. Duke qënë se këmgullja se... Një farë mënyre nuk e pranoja që është autik fëmija. Edhe pastaj arrita sa usmuna, kam ne 6 muaj e paralizuar në krevat, e shtrirë në krevat, kam ne 6 muaj. I kishe fëmijët pranë në këti momenti? 2 fëmijët ishin, do shkonin shkollë 8 vjeqare, edhe unë kisha fëmijën autike, ishte... Kush kujdese për ty dhe për fëmijën autik? Fëmija autik, më silte ujtin, më silte dhe ilacet. Po ti ishe bashkë me bashortin dhe 2 fëmijë të mëdhenj kishe? Po, a ishte në punë gjatë gjithë kohës. Fëmijët e kishin shkollën shumë lartë. I thonë gjysore në kombo se e kishin shkollën lartë. Pra, në vend të i shërbeje ti ati të shërbeje nga i ty? Në momentin që kam qenë shtrirë, fëmija autik, ma silte ja bëja me shejone dhe ma silte ilaqin. Shiko, do flasim me zemër të hapur si emisione. Është pyetja që do të bëj për divorcin dhe më pas do kalojmë te keta e vajzës tënde, si ke parë ti dhe ke vëzhguar nga larg, por edhe nga afër deri në momentin që vajza 6 vjeç ka treguar një rrëfim tronditës. Ka qenë shpëtim për ty 2013 me këtë divorc, apo ka qenë një problem shumë i madh? Me sinqeritet, sot, si e mendon? Atëherë si e ke menduar dhe sot? Me sinqeritet, për mua, si person ishte shpëtim. Shpëtim. Po, për më dhimë se shenë shumë ndjenja e nënës, se fëmijët e ri, ato të rinë që i kisha 12, do më dëmtoheshin, se do më thonë, a i ishte gjatë gjithë kohës, po unë nuk e di, nuk mund të hynë jetën pra ishte shpëtim për ty personalisht bashkë me djalin autik, po. Por zemra një nënë thoshte çfarë do ndodhe me fëmijët e mi. Do më dëmtohen fëmijët. Shiko, edhe kisha një dhemje. Gjykata njërin prej fëmijëve që është vajza në prag të 18-ave, se djali ishte mbi 18, qëndruan me babain. Ndërkohë djali krijoi familjen e tij, bashkëtesën e tij, dhe unë do doja pak midis raportit tënd si nën, midis vajzës edhe djalit. Jo autikut që kishe në shtëpi. Do doja të dija si ishin raportet. Nuk kanë pas fare. Nuk e pas asnjë raport. Fare asnjë lloj ata dy.
Ku? Se vajzën ai... Vllai motor nuk ishin asnjë? Jo, i krijoi një ide ish bashorti, i thoshte ne jemi si greku, ne i majmë gocat mre, ne i nxjerrim çunat jashtë, dhe i krijoi një psikoz vajzës. Dhe vajza ishte Djali me ty kishte marrëdhënie? Ishte si çdo djala, ishte dëmon bashkëtonte me dikë, po vinte edhe tek neve. Po, problemi kryesor ishte vetëm vajza për mënyrën se si e ushqente babai. Po. Që djemt i nxjerrin, po vajzat i mbajnë brenda. Po, ne jemi si greku, ne i majmë vajzat brenda, nxjerrim djemt jashtë. Nuk kishit komunikim për fëmijët të dy ju si ish bashort, si prindërt të atyre fëmijëve? Nuk e ruajtë Për një vit rresht jo. Një vit. Po pas një viti? Pas një viti u detyruan që u lodh na qëraja një, erdhi koha që do pagunte pensionin ushqimore, këte janë dhe, donte favore dhe më, dhe unë se ja kam kërkuar ato pension, kam marrë 2-3 herë. Po pse se ja ke kërkuar? Shkoja të pre... Sepse gjykata jo vetëm që e detyron atë të japi pensionin ushqimor për fëmijën autik, por gjykata detyron që babai të bisedonte me vajzën dhe ti të kishe takime të rregullta me të. Jo, përkundrazi e fshete, e qonte të vlezte vetë anë ku i kishte në Durrës, e qonte me qëra, largonte nga unë. E largonte nga ty. Për një vit e ka larguar nga unë që unë nuk e kam parë. Sa kohë qëndrove kështu në raport me vajzën, sepse vajza sot ka një fëmijë që është vajzë, që është në një moshë të mitur, që ka ndodhur çfarë ka ndodhur me vajzën e madhe, por në certifikatën e vajzës së madhe, të mbesës tënde të madhe, unë shikoj që aty është një emër fiktiv i babait. Pra, çfarë ka ndodhur? Ti kur e mësove që vajza ishte shtatzan? Unë e mësova rastisht, kur po merrte jatin, se jati pas një viti u kthye në shtëpi, po vajza nuk e solli në shtëpi. Si u kthye? U kthye për të bashkëtuar me ty? Jo, me për të bashkëtuar, po i thatë birit, tha, u bo si u bo, tha, unë tha u lodha me mpa, tha, po shtë veturave, tha, do të vimi, e më tha, mami, let vjetë hyen i do, të rinjë shpi tonë, se kishim një truall. Kuptova. Kishim një truall, që dëmone kishim një shpi. Edhe thash, okej, ajo, edhe kur ta ndaj gjykata, do t'japi pjesën e vetë. Edhe tani, kur i kërkoj unë ku është vajza, më thoshtë mu ti e nëna, ti e din. Mi për një kohë, ky pagun të qëran vajzës, që rinë të jo me konviktori, jo me shoqe, jo këtë janë. Punon të vajza, apo shkonte në shkollë? Ishte në shkollë të lartë dhe e la pastaj, e ku di unë se ku ka punu, po kur e pysta unë ku është vajza, e më thoshte ti e nëna, në fakt më vonë, kur e takoja vajzën, më thoshte, më i kuj more lekë që pagove qëran, më pagoj babi. Pra babai kishte lekë për të paguar qëran e vajzë dhe nuk kishte lekë të paguan të pensionin ushqimor të fëmijës autik. Pensionin ushqimor vajte një 15-16 milion gjatë viteve, se ka 100 muj për muj. Dalim tek shtatzania. Kur e mësove që ishte shtatzan? Një ditë për ditë që e merr në telefon ky, po ishte në korridor. Dhe unë e ngjova tek i tha. Ke qenë babi, tha, do marr lekë tha dhe do të çoj për vizitë. Tha, do gjem një ginekolog të çoj për vizitë. Po do më thonë, e kam gjuar nga telefonata e ish bashortit me vajzën, se nuk ishte vajza brenda. Po. Dhe e luta, po ku është vajza te ande, dikur më lani takim te Pallati Kulturës, e i vajta vajzës. Kur e vajta ishte dobët, ishte fizikisht, ishte kështu. E mora me të mirë, po ishte e madhe në atë. Në shtatzani, në javët e shtatzani, në muajt ishte e madhe. Ishte e madhe. Sa duhet ishte? 6-7? Po jo, ishte mbi 7 e gjysmë, se ajo ashtë një muaj netike unë, ashtë një muaj netike unë, se e mora me të mirë, e futa brenda, neti një muaj, lindi fëmin, dhe fëmin 2 javëshe ma lanë shpi, më tha mua do t'iki, do t'a regjistrojnë gjenjë civile dhe do ma shpërblimin. Në fakt, ndalojnë pak tu, në takimin në 7 muajsh e gjysmë me vajzën, që dëgjove rastësisht këtë telefonat. E pyete, kush ishte baba i fëmijës? Po, më tha është një shok i babit, një avokat. Shoku i babit, avokat? Po, do më thonë, nuk më tha se më rasgjë, po tha është me babë, do më thonë, baba më ka drejtu, baba i më ka drejtu, edhe jemi në feje se do më thonë do krye familje. Po, e pyete bashortin ti kush është krye shoku avokat? Thoshte në jetën e... Pa përdorur emra? Në jetën e vajzës time dhe time nuk t'jap llogarisë se unë... Po jo me dy standarte, një herë ku e ke vajzën të thotë ti e nëna, dhe pastaj kur ti vajza të thotë që baba i fëmijës tim është pikërisht shoku i ti me profesion avokat të thotë që... Nuk e kishte shok, se di unë se çush e kishte, po vajza ma serviria shumë.
Vajza ma serviri që është shoku i babit. Po unë se qyshe kishte nuk e di. Dhe kur e kishte regjistruar me një emër Fantazën vajza. Tani në 2 javë që lindi vajza... Ja ke mësuar sot, që flasim nga Po, këtë sot studio. ja kam mësuar. Emrin, kush është personi? Po, e di. Jo të lutem, pa emra. Jo, nuk po them. E di emrin. E di emrin, e di se kush është, e di se Ke shkuar, ke takuar këtë person? E kam takuar këtë person. Çfarë thot, pranon atë? Ky kishte... Ishte i martuar, ishte beqar? Jo, ishte i divorcuar, kishte pas seriozisht për vajzën. Po? Por pra vajza, kur erdi më tha mua që unë nuk e du babën e vajzës, unë du këtë turkun, edhe vajza i është larguar prap këti. Po mirë, ky zotri, në qoftë se e pas ka pasur qëllime serioze, të paktën të njihet si babai biologjik i mbesës tënde. Këtë unë e mora që nga Turqia, i thash, se isha e smur me Covid, e pata vajtë për mjekim, kur vajten me morë shteti fmit në shpitime. Ja, do dalim dhe aty, po? Do dalim dhe aty dhe i e mora në telefon dhe i thash, dili për zot vajzës tënde, se po e marin të 2 prindrit që e kanë në letra, dhe nuk dihet ku do përfundojë fëmia jote. Pra, vajza ta la ty mbesën në shtëpi, e lindi tek ty, ta la ty, dhe ndërkohë u largua nga shtëpia për të krijuar një marrëdhënie me shtetasin turk, me cilin sot është e martuar. Po, më tha do të shkoj ta regjistroj. Babain e vajzës nuk e dua, por pse nuk e regjistroj? Që të njihej pra ky zotria avokat, të njihej si babai biologjik i mbesës. Atë nuk e dia, s'ka biseduar fare me mua, vetëm kur e kam parë letra. E kishin Po jo, duke qenë se është i fushës ky avokati. Dhe ka sjell në jetë, dhe ka një vajzë atëherë? Po ja ka maj sekret avokatit ajo. Gjatë kohës që ka qenë shtatzan, nuk e ka taku avokatin asnjëherë. Po pasi ti e takove, pasi ai e mësoi, shumë mirë mund kërkonte atësinë e vajzës. Po s'deshti me kërku se diku ka pas pagesa dhe për fëmijët e tjerë që i ka pas që ka qenë divorcuar. Dhe nuk deshti. Ti mendon për arsye ekonomike, ai nuk donte. Duke qenë se ka detyrime dhe ishte i divorcuar me martesën e tij dhe kishte detyrime ndaj fëmijëve të tij, nuk donte që të njihej atësia këtu. Nuk dojë me që nuk e pranoi dhe vajza, se ai donte kryente familjen fakt. Shiko, çështja është shumë e ndërlikuar dhe kemi shumë detaje dhe unë do doja ta përmbledhja pak. Por unë nuk arrit të kuptoj vetëm një gjë, që mbesa jote, e cila i ka shprehur nusës së dajës, nusës djalit tënd, në gjuhën angleze, që është abuzuar. Ndoshta edhe është ngacmuar, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur me mbesën tënde, realisht. Të ketë babain avokat. Dhe ky zotri qoftë edhe për moral, ndoshta nuk e di këtë të fundit, se unë nuk kam vajt pas fundit, me që i kërkova... Po pse nuk i kërkon ndihmë babait biologjik? Që vajza të rrëfehet tek babai biologjik, që ai ta mbrojë çështjen e kësaj vajze, por vjen në një studio televizive, kur vajza e ka, domethënë e mitura e ka, absolutisht shumë herë më të lehtë me të gjithë. Unë e kërkova nga Turqia, ik në komisariat e mbrofmin. Kur ta morën vajzën ty? Vajza jote dhe shtetasi turk. Sa vjeç ishte vajza? Ishte 6 vjeçe 2 muaj. 6 vjeçe 2 muaj? Po. Dhe ka ardhur 7 vjeçe 2 muaj. Deri në 6 vjeçe ke rritur ti, ë? Deri në 6 vjeçe kam rritur. Pastaj? 7 vjeçe 2 muaj ka ardhur prej atje. Gjatë kohës që ka ardhur, ajo nuk dinte ana trauma, nuk e di, por nuk dinte as një fjalë shqip. Po? Arria të komunikoja me të vetëm këzëm, edhe jemek. Zdia gjë tjetër me ta. Të ndalojmë pak tu, në këtë një vit që vajza ka ikur 6 vjeç, pasi i kishe rritur ti e 2 muaj, dhe të erdhi 7 vjeç e 2 muaj, në këtë një vit fiks. Ti ke komunikuar me mbesën? Jo, i mori 2 mbesat, nuk mori vetëm njërën. Po pra, atë tjetërën do ta merrte se e kishte nga martesa me shtetasin turk. Ajo do jetonte me nënën dhe me babain. Çështja është e vajza e madhe. Po, nuk kam pas asnjë lloj komunikimi. Po pse, më fal, kur u martua me shtetasin turk, ti pse i ndërpreve marrëdhëniet me vajzën që i rrite edhe fëmijën e saj? Nuk i ndërpreva unë. I ndërpriste vet ajo. Po për çfarë arsye? Keni pas grindje mes njëra tjetrës? Jo, ishte her pas here përdorte substanca. Që do thot? Do të thot substanca, edhe turku edhe ky, substanca narkotike. Pra të dy janë përdorues të lëndë narkotike, je sigur për këtë gjë? Po jam e sigur se unë kur vishin në shtëpi, ato cigaret e hashashit vagjeja ose në për bloqe librash, ose në për gjaketa. Dhe prandaj ajo ngrieshe, domethënë nuk e kishte problemin me veten, jo me mua.
Mbesa, kur erdhi 7 vjeç e 2 muaj, pati një shpërthim, the ti, në gjuhën angleze, me nusën e dajës. Jo, për një vit jo, se nuk kishim asnjë komunikim, ishte mbyllur. Kur erdhi? Po kur erdhi, po kishte një situata shumë e rrezikshme. Do me thënë, nga 7 vjeç deri në 8 vjeç, ajo ishte në një situatë kaosi. Jashtëzakonisht keqe. Kishte rrafje shpejta të zemrës, kishte ankth, donte të hudhesh nga dritarja. E kam zënë 2 herë, e kam zënë dalë këmbë nga dritarja e balkonit, e asaj pallatit. Po nuk kërkove ndim profesionale ti për këtë Tani pjesë? nuk po dija çai ka ndodhur, se s'po kishim asgjë. Deri në momentin, pas një viti, duke qenë se edhe djali erdhi mu bashkua, mos jemi me qëra se na është prish shtëpia na tërmeti. Qartë. Edhe u bëm 2 familje, ti jemi të dy me qëra. Edhe kur erdhi nëse djalit, e kishte një fakt komunikimi me të, se ajo e dinte anglisht, se nëse unë nuk dija. Vajza dinte anglisht. I ka folje jëma, jatja, e kam su me telefon. Qëfar i ka treguar? Në një moment, që lovi një moment, po hante ca lule shtrydhe, në darkë, sa kështë blej ajo nëse djalit. Në moment shpërtheu me një emocion të papar. Qaj, me nga shërim, vajti me shumë rrafje shpejta të zemrës, vajti me i blokin fryme, i blokoshe fryma, qa po ndodhë, nuk po do më honë shpërtheu papritur. Ta ndërpresim pak këtu që shpërtheu papritur dhe me njëherë fjalët që i ka thënë nusës djalit tënd apo bashortes së dajës saj në gjuhën angleze gjithë rrëfimin e të miturës, vetëm pas pak me njëherë pas hapësirës së parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të emisionit Me Zemër të Hapur, në një rrëfim të drejt për drejt me gjyshen e një vajze të mitur, e cila mendohet të paktën sipas rrëfimit të saj tek pjesëtarët e familjes, mbas një rikthimi 1 vjeçar në shtetin turk, aty ku ka jetuar me nënën e saj, por edhe me njerkun, ku familjar të njerkut është shprehur të paktën vajza e mitur që kanë abuzuar mbi të. Në një rrëfim emocional këtu e ndërprem në pjesën e parë, çfarë tha vajza në mënyrë të drejtë për drejtë në gjuhën angleze? I thash nëse s'merren në dhomë tjetër që ta pyesësh. Dhe duhen këto detajet, të lutem, më duhet vetëm rrëfimi i vajzës. Dhe pyti dhe ai thot, unë thot, më ka ndodhur diçka shumë e keqe thot, po më vjen turp ta tregoj thot, po unë kam frikë mos më ndodh dhe motrës tjetër. Kështu ja shprehur vajza fillimisht. Po tregon ana, po e ka pas insistimit të nusës, ka treguar. Thot, më ka, kemi vajt atje, thot, pasi kemi vajt, ajo motra tjetër bashkë me njerëkën, me gjyshen, babane i thonin ata. Edhe unë, thot, flija një divan tjetër flin të kjo. Duke qënë, thot, se unë nuk më zinte gjumë. Babaj njerëkut, gjyshi? Po, gjyshi. Babaj njerëkut, po, gjyshi. Babaj njerëkut, po? Duke qënë se nuk më zinte gjumë, i thot, kjo, thot, njëren, thot, më merë mua në kra, thot, edhe më sjell këte. Edhe bon veprime. Ndalojmë pak se detajet nuk na interesojnë në këtë studio dhe është e pa precedent të përdoren në një emision televiziv, sepse është çështja e prokurorisë. Mbas rrëfimit që bëri me nusën e djalit tënd, me bashorten e dajës, ajo vjen nusja e djalit dhe jo rrëfen juve. Kush janë masat që ti more? E more vajzën tënde në telefon? Nuk më kishte bë blok me kohë. Nuk kisha komunikur kur tha vajza. Po si edhe të solli vajzën e saj dhe nuk të merë në telefon dhe nuk interesohet? Më ka thonë, dil në aeroport, i ka marrë në aeroport, e kam lutë, hajde, ajo, jo, tha kam biletën, tha se unë kam hapë punë atje, kam një firmë atje, tha do shkoj t'i mbyllë. E di vajza jote që me vajzën e saj është abuzuar nga ana e vjerrit? Nuk kam pas komunikim se mbori blok. Milan në aeroport edhe hiku. A ke komunikime ti me shtetasin turk? Jo, as me shtetasin turk, as me vajzën. Ata dy kanë njëri me tjetrin. Ata, turku dhe vajza, me gjithë se kanë shku një vit në gjykat për të ndarë, edhe prap diku janë pajtu dhe kanë komunikim, nërsa unë jo. Unë as me turkun, as me... Ti me ndonë se ta sollën vajzën për shkak të kësaj ngjarje që ka ndodhur? Jo, mi solli të dyja. Gjoja për pushime verore në gusht. Po, të voglën e morën, e kanë me vete sot. Të voglën ma kërkoj dhëndri. Po sepse ka vajzën e ti, është normale. Dhe mori e qovi ande dhe të voglën, nësa këtë madhen e ka mon.
Shiko, ai ka shkuar edhe në komisariat të policisë. Po e di, ka shkuar 7 herë, jo pak. 7 herë? 7 herë. Çfarë kërkon në komisariatin e policisë? Kërkonte që unë jam aj peng vajzat. Është vërtet kjo gjë që ti jam ban peng? Jo, s'ja kam Jo vajzat, vajzën. Flas për vajzën e madhe, se tjetrën e ka vajzën e tij. Nëse unë i kisha duke i rritë të dyja. Qartë. Nëse unë i kisha duke i rritë të dyja. Unë, ndërkohë që 4 vjetë, si ma pru ajo 3 vjetë sa i bjen, që ma pru vajza. Ndërkohë që nuk i kam rritë me kempin e fmisë. Që i kam rritë me ushqimet. A këto nuk vinin me mirë sjellje, me sjellje diçka për fëmijën, me pa fëmijën, po shkonim raportonin në komisariat. Pra, nuk të merrni në telefon, nuk të trokisni në derë, vetëm i drejtoshin komisariatit. I drejtoshin komisariatit. Dëgjoj, në këto 7 herë që ti ke shkuar në komisariat... Jo, s'kam shkuar në 7 herë. U kam shkuar herën e fundit. Po pra, që ata kanë bërë kallëzime për ty, sikur i mbaje pengë vajzat. Jo ata, jo goca ime nuk dihet ku on, nuk e di ku është. Goca ime s'ka shkuar asnjëherë në komisariat, të gjitha i ka bërë turku. Po pra. Vetëm turku. Dhëndri. Po ishte. Dhe babai biologjik i vajzës vogël. Po. Në momentet që ti ke shkuar vetëm një herë në polici, se janë bërë 7 kallëzime, thua, ti ka shkuar 7 herë shteti turk. Të lutem, ti ke bërë një denoncim për rrëfimin e vajzës? Po e kam bërë. Po e kam bërë këtë fund. Është marrë në pyetje nga ana një psikologe e vajza? Mbesa? Është marrë. Është marrë. Është rrëfyer ashtu si edhe tenusja e dajës me detaje? Po, është rrëfyer. Po. E ka në komisariatin e... se thanë kemi një dhomë atje... është bërë ekspertiza mjekoligjore për deplorimin apo jo të këtij fëmije? Mjekoligjori nuk e ka bërë realisht. Si, e ke quar dhe nuk ta ka bërë, apo nuk e ke quar fare? Kemi me vajzën, ka qenë dhe një psikolog e drejtuar nga ministria, edhe kanë bërë vajza denoncimin verbal në komisariatin nr. 6. Vetëm vajza, jo unë. Dhe që atje ka qenë një oficeri i OBG-s. Çfarë do thot vetëm vajza dhe jo unë? Se pak më përpara më thej që jo, unë e bëra në 4 pastaj. Unë e bëra tani të shtunën, këtë të shtunë. Po. Në 4. Se vish morën rrëfimin e vajzës të 6. Po. Dhe unë bëra denoncimin tani këtë të shtunë e bëra të numri 4, se më ka pa i komisariat. Qartë, unë jam me qartë, por si ka mundësi që nëna e vajzës nuk di ende asgjë? Nga të lidhe mund. Nga të bëjën, qatë bëjën. Sa kokej që s'komunikon me nënë e vajzës? Ka qënë, sa ka mëru klasën e parë vajza, se tani është klasë 3. Ti vetë, si nënë e bi. Po sa ka mëru klasën e parë vajza, kam folë me vajzën time. Dhe sot vajza është në klasën e 3? Sot vajza është në klasën e 3, unë po thuaj se 2 vite. Asë në loj komunikimi unë, dhe asë në loj komunikimi me vajzën e vetë. Nuk e merë asë vajzën e vetë. Të ka bërë blok, e telefonon, po, më ka bërë blok. Në qoftë se ajo do mësoj mbi abuzimin e fëmijës së saj, nga ana e vjerrit, babait të shtetasit turk, çfarë do ndodhi? Nuk e di, ndoshta dhe e di, dhe prandaj më ka bërë blok, ndoshta dhe se di, nuk e di. Të vërtetë nuk e di. Në momentin që ajo të ka bërë blok, ti thua që edhe familja e saj me shtetasin turk pati një krisje. Por aty the ti u ribashkuan edhe një herë, gjetën mirë kuptimin. Sot ata janë bashkë? Ata nuk u ribashkuan se gjetën atë po. Vajza ishte nevojtare se kishte babën e vetë për të bëhë operacion në Turqi. Dhe ky i premtoi, tha do të me siguracionet e mia do ta bëjmë shtete. Pra ti shkak smundja e babait bëri dhe ribashkimin? Po, shkak ishte smundja e babait që dhe ndroi jetë në 3 mars të 2023-shit. A e ke pyetur Mbesën, i ka treguar apo jo nënës? E kam pyetur, më ka thënë jo. Pse kisha frikë, tha. Nuk i kam treguar, tha. Vajza jote me shtetasin turk në Turqi ka jetuar bashkë me vjerrin dhe me vjerrën? Jo. Po vjera gjatë kohës që ky zotëri, që nuk quhet i tillë, nëse ka ndodhur situata, ka pasur edhe bashkëshorten e cila flinte me vajzën e vogël. Të lutem, po gjyshes, i ka treguar gjë? Jo, as gjyshes jo. Nuk i ka treguar në Afrika, se kjo ka qenë e vetë me aty. Se vajza ime, pavarësisht se janë në letra, edhe në Turqi, nuk kanë jetu bashkë këto dy si turq. Gjas me u regullum për nevojt, për të mnimu për babën e vetë. Po, këtë turku kishte zënë, kishte një lidhje tjetër me një Ukrajinëse këtu në Sarandë. Pra jetonte dhe ka një biznes në Sarandë, thua ti? Po, ka një biznes dhe ka një bashkëjetuse Ukrajinëse. Dhe ajo nuk e kishte atë bashkimin për të bashkuar vërtet si familje, por donte të merrte fëmijët. E kreta kjo ishte loj e turkut për të marrë fëmijët, ama nga ana tjetër vajza ishte në pikë të hallit,
për të bë operacion babën e vet. Në fakt, unë po telefonoj vajzën tënde dhe në fakt ajo ka një numër të Arabi Saudite, jo numër turk. Po. Dhe telefonin e paska të mbyllur, nuk e di në qoftë se do arri të komunikoj me të, sepse nëna e mbesës, vajza jote ka të drejtën absolute të di se çfarë ka ndodhur me vajzën. Po. Unë nuk kam komunikim. Ajo jeton në Turqi, jeton në Arabi, pse ky numër i Arabi Saudite? Në Turqia ka hik në Arabi, sipas këtyre. Dhe ku është në Arabi, me kë po jeton? Me kërkon në Arabi, në Mekë, në vend shenjtë. Nuk e di. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Edhe ajo është praktikante e besimit musliman? Nuk ishte deri pak kohë, po në moment që ka shku me bë haxhin me turqit, me ato shoqatën turke, si duket e ka dhënë dhe shamine, është bërë praktikante. Se nuk e di, deri në atë nuk ishte. Tani, edhe një herë, për shkak se bashorti i saj turk jeton në Saran me një shtetase ukrainase. Po. Ti mendon se ato janë të ndarë fizikisht? Po, ka vite që ata bashkë nuk janë, nuk kanë bashkëjetuar, vetëm janë në letra, figurojnë në letra. Pra, vajza jote ka filluar një tjetër jetë, thua ti? Po, vajza ime ka një tjetër jetë, ky ka një tjetër jetë, vetëm kanë fëmijë në mes dhe... Po, nuk ka ardhur momenti që vajza jote, nëna e të miturës të mësoj gjithë shka, se ka ardhur momenti? Ka ardhur momenti, por nga ta mësoj. Edhe këto dy kanë shku një vit në gjugat për të ndarë dhe që një ashtu i kanë qenë letrat, nuk di. Ja, do mundohem të lidhem me një tjetër mënyrë, me vajzën tënde, shpresoj që të ma hapi, nuk pas ka si internet në fakt, WhatsApp ka, por deri në këto momente nuk po lidhem dot me internetin, të dëgjoj dhe zërin e saj, jo, nuk ka internet. Unë do t'i shkruaj. Është e vështirë të lidhesh me atje, se me telefonat nuk bën, vetëm me SMS. Po, okej. Atëherë, mund të më thuash diçka, ti ke nisur një hetim për shkak të denoncimeve, është nisur edhe një hetim. Materialet janë referuar policisë, apo jo? Prokurorisë, nga policia. Prokurorisë edhe komisariatin nëmër 4. Po pra, komisariati, denoncimet e tua edhe gjashta, i ka marrë dokumentat, ka marrë rrëfimin, vajza ka qenë në prezencën tënde dhe të... Pse je ti përfaqësuesja ligjore e mbesës? Kush ta ka dhënë këtë të drejtë? Nuk jam përfaqësuesja, unë atë kërkoj, ka marrë të kërkoj kujdestarinë e vajzës. Po pse, shiko, shumë mirë pra the që vajza baba biologjik ka shokun e gjyshit të saj të ndjerë, ju jap ngushëllim edhe për vdekjen e ish-bashortit, të shkoni te ky avokat, të marrë përsipër të gjitha proceset gjyqësore dhe të marrë shtëpi përfaqësimin. Nuk me përsipër përderisa e ke takuar, i ke thënë që e kam takuar dhe ka gjëra që nuk e ke njohur kurrë si fëmijën tënd, o zoti avokat, është abuzuar dhe unë dua përfaqësimin ligjor. Po më tha, hajde të martohemi bashkë, pa të mbrojmë vajzën. Edhe kjo është e jashtë... Si të martohesh e ti me avokatin? Kjo është e papranueshme, prandaj unë nuk i drejtojmë atij. Nuk i drejtojmë. Ti the në fakt që numrin që unë po telefonoja, mund të komunikoj vetëm me mesazhe, kam dërguar mesazhin dhe mesazhi nuk i ka vajtur. Okej, ka mbyll atëherë. Do e ketë mbyll. Pasi ka gjuar këto. Sa ajo ka qenë... Pra, ti kërkon kujdestarinë e vajzës, mbesës. Po. Deri në çfarë hetimeve jemi? Nuk më kanë thënë deri në 6 muaj do hetojnë, në 4 muaj që janë me këto probleme. Është marrë në pyetje njerku i cili jeton Saran me shtetasen? Çka ka thënë ai? Në lidhje me babain e tij? Nuk më ka dhënë shpjegim, asgjë, tha nuk folte fare kur e pyetshim për të. Ato që e kanë marrë në ashtu, tha nuk kur i thonim që kshu ka bërë baba jot kundrejt, tha nuk fliste fare. Kur i thenim për të voglën, si e qova atje, se e ka qovu pa dokumentacion, i kam pasur dokumentat, e qova me shkop magjik. Ja, të dy gjëra. U s'kam marrë vesh akoma. Por, një afat deri në 6 muaj do shkoj prapë te prokuroria, se akoma nuk njoh prokurorin e çështjes, edhe do ta pyes si kanë ecë hetimet për fëmin. Ama unë nuk kam me çam me u përfaqësuar. Se unë jetoj me keminë e fëmisë dhe nuk kam as avokat, asgjë dhe... Jo, avokat mund të shkosh në Ministrinë e Drejtësisë dhe ka avokat kryesisht të shtetit, të cilët paguhen nga shteti, por ty mund të përfaqësohesh në çdo proces gjyqësor. Tani e drejta e vajzës time. Kjo punë është shumë e koklavitur. Unë i kam rritë për hir të Allahut ato dy fëmijë, ato dy mbesa. Unë them që çdo gjyshe, edhe qoftë praktikante apo jo, do t'i rriste dhe do bënte të njëjtën gjë. Por ti e ke pak më theksuar edhe për shkak të besimit. Unë kisha edhe fëmin
tim autik, që nuk është fëmijë sot, është 20 e sa vjeç, 22-23. Ka ndonjë përmirësim të paktën djali? Po, ka krizat e veta, tërnatat lepagjumit, nesër fëmijët donin shërbimin e tyne. Domethënë isha me mbushur me hallën. Pra, ti ish bashortin e ke humbur. Po. Djali ka krizat e tij, autiku gjatë natës edhe të duhet të rish pa gjumë. Po. Duhet kujdesesh për mbesën, Po. për të cilën nuk e asnjë edhe kujdestari ligjore, apo jo? Po. Dhe tjetër, çfarë ndodh? Dhe tjetër më turren asistentët do të vim ta marrim prap vajzën duke qenë ndjeni që kjo fëmijë është e abuzuar, do ta marrë fëmijën, do ta kërkojmë nënën e vet japim prap. Po ajo nën e nxori nga shtëpia ime. Ajo nën e çovi drejt atij personi që u shkatrua dëmtoi fëmia. Se unë nuk di ti dal për zotë fëmis tim, s'kam si dal nga e prapë. Pra, ti je në një kaos, jo vetëm për atë që ka ndodhur, por edhe çfarë po ndodh me vajzën tënde. Po. Ti deklaron plotësisht sot se fizikisht nuk besoj që me shtetasin turk vajza jote të jetoj. Nuk jeton. Nuk jeton, ajo është në Arabi Saudite. Dy gjëra ka, është në depresion se i vdiq babai vet në dorë, ose kjo e din mirë se çaj ka ndodhur fëmis dhe ma la në aeroport dhe hiku. Po si mund të ta lënë në aeroport? Pa prokur, pa... Ma morin telefon, jo prokurun kisha përpara, unë të 2022-shit. Kam 3 prokurura, po i kam përpara se i mershin. Prisim pak qaste. Do më thuash kam të bëj me shtetasin turk, apo jo? Alo? Sara, mund t'i flasësh zotris. Ja, 1 minutë, zoti Abdurrahman. Hello, Mr. Abdurrahman. Përshëndetje zotria, më dëgjoni? Po ju telefonojmë nga një transmetim në Shqipëri. Quhet Me zemër të hapur. Jemi këtu me gjyshen e vajzave tuaja. Jemi këtu me vjerën tuaj. Po ju telefonojmë për bashorten dhe vajzat. Of your daughters. Sarah? Yes, this is my daughter. Po, ajo është vajza ime. Po, është vajza ime. Mrs. Dallandyshe? Dallandyshe is blocked my daughter. Dëgjoj, Dallandyshe vjera ime ka bllokuar vajzën e saj. Yes. Unë kam shkuar në polici 25 herë dhe në gjykat 2 herë për vajzën time, e cila është në Shqipëri. And I go to court 2 times. Yes. Dallandyshe has told that Vjera juaj na ka thënë se vajza është ngacmuar nga babai juaj. Është e vërtet kjo? Look, what is Cili është problemi juaj? it's not a problem. Nuk është problem, po kërkojmë sqarim. Jo, ju duhet të flisni me mua. Unë vi dhe flas me ju. Mirë, atëherë jani në Tiranë dhe flisni me ne. Ku doni të takohemi? Do të jem në Tiranë pas gjysmëore. Në Tiranë për 30 minuta? Në rregull. E jani në News 24. Rruga Panorama. Street Panorama? Dërgomni vendodhjen tuaj në WhatsApp. Yes. Yes, of course. Po sigurisht do t'ju dërgojmë vendodhjen në WhatsApp. Jemi këtu me vjerën tuaj. Po përpiqemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur me vajzat tuaja. Ku është vajza e vogël? Where is Ayla is the school? Ajo është në shkollë. In school in which country? Në shkollë? Në cilin shtet? Ayla is Turkey. In Turkey. School. Yes. Ayla është në shkollë në Turqi thot. Dallandyshe. It's okay. Send me location. I come with Ai çoni një Mirë, po ju dërgojmë vendodhjen në WhatsApp. Në rregull, nuk e di ku jeni, por ne jemi këtu. Ju lutem na njoftoni. Ju lutem, unë vi brenda ditës, vetëm 1 orë. Vi me helikopter, mos u shqetësoni. Jam në port. Nëse hapni WhatsAppin do t'ju tregoj. Ky është biznesi im, porti. Mirë se vini. Okay, you need to come. Mirë, por duhet vini sepse akuzat ndaj jush janë shumë serioze. Po flasim për një ngacmim ndaj një të mituri. Mund të vini edhe nesër, por duhet të sqarojmë çfarë ka ndodhur. Në rregull, është e rëndësishme të zbardhet e vërteta. Jo, nuk mund të bëj asgjë. Dërgomni vendodhjen, unë vi me helikopter. About Melissa, can you tell us? Për vajzën mund të na thoni nëse ajo që ka thënë Vjera është e vërtetë apo jo. Look, Dallandyshe has. Vjera ime ka probleme psikologjike. Do t'ju shpjegoj gjithçka kur të vi ball për ball. I will explain everything when I come face to face. Okay. Në rregull. Where is Sarah? Sarah is Ajo është në Arabinë Saudite. Arabia. In Saudi Arabia. Në Arabinë Saudite, çfarë po bën atje? What is she doing in Saudi Arabia? Ajo është atje për arsye fetare. Do t'ju shpjegoj kur të vi ball për ball. Are you still married to Sarah? A jeni ende të martuar? Yes, we are talking with the Sarah. Po, por Vjera është Do you problemi. communicate Ju with komunikoni your me bashorten tuaj? But Dallandyshe is blocked to kids. wife? Dallandyshe said that Sarah Vjera tha se bashortja juaj dhe ju e keni bllokuar atë në WhatsApp. Who blocked? Kush e ka bllokuar? Sarah
Ajo thot se bashortja juaj e ka bllokuar. Vjera ka bllokuar gjithçka, pasaportën time, dokumentat e mia, gjithçka. Ajo nuk është normale. Me cilin dokument është marrë vajza për në Turqi, nëse Vjera ka pasaportën? Jo, kur të jemi në qytet do t'ju tregoj vendodhjen. Mirë, ne sapo ju dërguam vendodhjen e News 24. Nëse mund vini për 30 minuta është perfekte. Nëse jo do të presim nesër. Unë ju dërgova vendodhjen në WhatsApp. Ju lutem kontrolloni. A jeni në Shqipëri? Në cilin qytet? Nëse hapni WhatsAppin do t'ju tregoj vendodhjen. Nëse hap WhatsAppin thot do të nisë edhe lokacionin tim se ku jam. Mbas hapësirës së dytë publicitare, sepse ishim të detyruar të flisnim me shtetasin turk, ka pasur një telefonat të gjatë në gjuhën angleze me redaksinë e emisionit Me zemër të hapur, me të ftuarat, por edhe me zonjën 58 vjeçare, një bisedë të cilën e zhvilloi në fakt avokatja jon, zonja Sara Demrozi. Sara, shkurtimisht, në mënyrë të përmbledhur, çfarë tha zotëria për ta informuar edhe publikun? Zotëria dha një kundërpërgjigje akuzave të gjyshës, duke thënë që nuk është e vërtet asnjë gjë, nuk është e vërtet abuzimi, zonja po mban vajzën time peng këtu në Shqipëri, vajzën më të madhe, pa i përmendur, edhe që... Sepse ai ka kaluar në trungun e tij familjar, do flasim pak nga martesa me nënën, po ka bërë një hurinë atësisë për vajzën, dhe tha që më ka vjedhur pasaportat. Vajza e dytë ndodhet në Turqi, se e pyetëm ku ndodhet vajza e vogël, tha ajo është në shkollë, po në cilin shtet është në Turqi. Ndërsa për sa i përket... Vajza e tij, nuk po flasim për të, flasim për vajzën e abuzuar tani. Për sa i përket të jëmës, tha që është akoma i martuar me zonjën, mban komunikime, tha. Po, edhe që ndodhet aktualisht në një religjon, tha, në Arabi Saudite. Duke bërë ndonjë rit fetar, nuk e dim, në Arabi Saudite. Po. Edhe ky person tani normalisht do mbroj veten e vetë dhe do të kundërshtojë çfarë thot gjyshja, por ne në këtë pozitë ku jemi, duke pasur dy deklarata kaq të kundërta, normalisht madje ai theksoi që është vjera e tij që ka probleme të psikologjike të mëdha. Po, shëndetit të ndor. Edhe duke pasur këto dy opinione, duhet normalisht që të ballafaqohemi me faktet. Në fakt ai ka deklaruar që për 30 minuta do jetë në televizionin ton, ndërkohë që i kemi dërguar edhe vendodhjen tonë nëpërmjet... Po, se ndodhej në Shqipëri, besoj për të tentuar me marrë vajzën e madhe, po, siç na thot intuita. Një rrëfim të parë, mbesa e zonjës 58 vjeçare ka bërë me nusën e dajës. Unë zonjën do ta marr në telefon, të kuptoj më tepër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të kërkoj ndjes në radhë të parë, unë jam Evis Ameti, drejtuese e emisionit Me zemër të hapur në News 24. Ditën e sotme, por trajtojmë rastin e një vajze të vogël, e cila të ka besuar rrëfimin e saj për herë të parë ty si nusja e dajës për shkak të abuzimit që babai i njerëkut të saj në Turqi ka abuzuar mbi të miturën. Nuk e di, është e vërtet kjo gjë? Po. Është e vërtet. Në mënyrë të... Ma ka shprehur mua gocat parë. Pa dhënë detaje, si ke mundur të flasësh ti me mbesën e bashkëshortit? Në gjuhën angleze më duket, apo jo? Po, në anglisht. Në anglisht. Gota me vore kam mësuar shqipen. Po, ishte tronditse ajo që... Se ne nuk duam detaje, në fakt, edhe vjerën tuaj në mënyrë absolute i kemi thënë të mos flasim me detaje. Po, e kuptoj. Në fillim me zorja kam gjerë gocës dhe me thënë si gjë, se nuk shprehe shumë edhe i kam thënë. E me thënë, i dash pjesë komforti që çfarëdo gjëje tjerë, ose nëse ke ndonjë shqetësim, një gjë, ma thuaj mua, e zgjidhim bashkë. Po. Edhe gota ka gjetur ngotësi, dhe me thënë, edhe ma ka treguar. Ta ka treguar? Në gjë, po kam frikë ta them, tash ma thuaj mua, se s'ka gjë, s'ka gjë të keqe. Ti beson se tregon të vërtetën duke qenë se kanë qenë në një rrëfim ballë për ballë me të miturën? Po normal, fëmia s'ka pse të gënjej, unë shoh vetë nga reagimet që bën. E di pse e bëj këtë pyetje, më vjen keq që edhe ju telefonova dhe po ju prish qetësinë,
pasi vjerën unë e kam në këtë studio, por pak përpara jush u detyrova të dilja në një hapësirë publicitare të flisja me njerkun e të miturës. Ai deklaron që vjera jote ka probleme të shëndetit mendor. Me zëri ju dëgjoj ndjes se vjen zëri me shkëputje. Po, e kuptoj. Në fakt, njerku i vajzës ka deklaruar krejt të kundërtën. Po, ai e ka në favor të vetit të kundërtën normal. Mirë, unë të... Hapse të gënjej, se fëmija ka shenja. Ka shenja. Logike dhe... Mi normal, bie ndesh me gjërat që bën vota, domethënë. E kuptoj. Megjithatë unë të falenderoj, ndjes për shqetësimin edhe një herë, faleminderit për vërtetësitë e fjalëve të tua. Faleminderit. Faleminderit. Isha e detyruar të flisja me gjithëkënd për të treguar transparencë, sepse ky emision është shumë delikat. Dhe nuk është hera e parë, sepse edhe vitin e kaluar ne kemi trajtuar një rast po kaq të ngjashëm, në një moshë ndoshta pak më të vogël, aty bëhej fjalë ndoshta edhe për babain biologjik, ose është nëna e fiksuar me babain biologjik, por të gjithë ne kemi parë me foto, pavarësisht se mjeku ligjor, kemi dhënë edhe një audio shumë të shkurtër të mjekut ligjor, jo vetëm që i ka thënë vajzës në një moshë shumë të vogël sa e bukur je dhe do marrësh djemt në qaftë, jo etike për një mjek ligjor, por ka thënë edhe krejt të kundërtën, duke qenë se nuk ka deflorim, pra duhet të ndarë abuzimi, nga ngacmimi edhe shumë veprime të tjera të turpshme. Më duhet ja fjalën zonjave? Okej, po vetëm një... Po, vetëm një gjë të shkurtër, po. Ekspertiza mjekoligjore ka shkruajt krejt të kundërtën, që vajza është e defliru, jo e padë. A këto e kanë shkruajt sikur është vajza sikur ka lind prej nane. Vajza duket me sy. E pa defloruar. Jo, është e defloruar. është e defloruar, por atëherë nuk është si që ka lindur nga nëna. Dëmëthënë, e ka shkruajt mjekoligjore. Po? Por vajza në realitet tregon këtë të kundërtën. Mirë, flasim pak fillimisht me Sarën. Duket si me qenë grua 40 vjeç. Mirë, flasim pak me Sarën, pastaj edhe me psikologen. Ndërkohë, Sara. Situata dhe rrëfimi është shokues. Mua më vjen keq për fëmijën, nëse ato çfarë rrefen gjyshja janë të vërteta dhe kanë ndodhur në të vërtetë, sepse duhen të provuar. Normalisht, në qoftë se mjekësia... Sara nuk e tregon vetëm gjyshja, e tregon edhe nusja e dajës që është pika e parë e referimit të miturës. Patjetër. Po. Siç tha edhe vetë, tha fëmia nuk gënjen kot. Siç tha nusja e dajës. Ajo thotë që ka shenja. Tani mos flasim me... Tani mjekësia sipas gjyshës tregon që ka lindur pa himen, se kështu i bie. Nuk e di si, domethënë e ka shkruar si nuk është abuzuar mbi të, në fakt është abuzuar. Fakt është abuzuar, realisht është skandal këtë e kundërt e ja ka dhënë mjekoligjorja. Se mua më shtrëngu në do shkosh sot të punë si zbët, dhe atje më priti ai që do shkoja sot, sepse pengoja hetimet. Në fakt, duhet kisha shkuar ditëve më tjera me që më këmgullën. Unë vajta rash. Përsa e përket hetimeve, ju keni bërë kallëzim në prokurori. Kam bërë në prokurori, kam bërë në prokurori, kam bërë në komisariat nëmër 4, kam bërë në komisariatin nëmër 6, që vetëm vajza komisariat nëmër 6. Dakord, keni marrë përgjigje deri sot? Jo. Nuk keni marrë. Tani duhet me bërë një kërkes për informacion për me parë gjendjen e hetimeve, po ju keni nevojë për një avokat, sepse nuk mund t'i bëni të gjitha vetë. Edhe në qoftë se nuk keni kushtet të mira ekonomike, duhet ju drejtoheni ndihmës juridike falas, për të zgjidhur situatën. Sepse në qoftë se çfarë ka ndodhur me vajzën rezulton e saktë dhe vërtet dhe nuk rezulton një gënjeshtër nga ana e të mitërës, që logjikisht nuk ka arsye me pas. Ligjor është pak konfuze zonja dhe nuk ka arritur. Jo, nuk jam konfuze, se është këtë realisht e kundërta që ka shkruar. Duke qenë se në dokumentacionet edhe e refuzova aty. E kam refuzuar ke. Mirë pra, po thua atë që the për gruan 40 vjeçe, që e ka thënë mjeku ligjor dhe pastaj e kundërshton mjekun ligjor. Këtë nuk arrim ta kuptojmë, po të mos japim detajet të kësaj. Kur vajta unë me bërë mjeku ligjorin, unë nuk hyra atje brenda. Po patjetër se nuk lejohet. Po jo lejohesh, e hyri motra, po unë nuk hyra. Motra tha unë s'dita gjota. Ashtu më tha, ajo ashtu bora. Po faktikisht ajo që ka shkruajt. Po pse le motrën mëjzojnë dhe nuk hyre vet? Po unë Këtej po lufton për kujdestarin ligjore. E besova motrën dhe isha, jo se motra bori gabim. Por unë isha shumë e shqetësuar. Pra nuk mund ta shohësh dot vajzën atë gjendje.
Atëherë, Ishte e kemi tmerrshme për dokumentin e mjekut ligjor aty? Jo, nuk është. Është vetëm referimi, prandaj desha me Vetëm e kam thënë që ne nuk refuzuar e dhe kemi është ke parë prokuroria, ke ajo fizikisht bëgjëja. dokumentin. Nuk e kam refuzuar si ashtu, po është ke Mirë më, Tani- ka edhe refuzimi jotë ka pjesën e saj ligjore, që mund të ngresh edhe një ekspertizë tjetër mjeko-ligjore, Patjetër. nuk është problemi aty. Po vazhdoj dhe me miqin e Tani, familjes që të më se- qoj atje me dokument. Okej, se nuk Zonja ka ngritur akuzat shumë të rënda, duke nisur që nga deflorimi i vajzës, se nuk po përmendim abuzimin seksual, duke thënë edhe që prindrit janë të paaftë për të kujdesur për fëmijët, Po. abuzojnë lëndë narkotike, Po, kur duke ishin qenë se shpitime, nëna cigaret, i marrin faktikisht i gjep. ka braktisur se ndodhet në Arabi Saudite, edhe ka lënë Po nëse ajo është vetëm për një farë kohë në Arabi Saudite, se gjithë secili nga ne Jam zgjedh shumë të dakord. shkojë për trajtime të ndryshme diku. Jam Çfarë do thotë kjo? shumë Se ne dakord. braktisim familjen dhe fëmijët? Në Sara? mënyrën se si e ka Nëse bërë është një kjo religjon, nën në është këtë tjetër rast, gjë. në këtë rast, në mënyrën se si e ka bërë kjo nën, duke bllokuar zonjën në WhatsApp, duke mos u interesuar mos u për fëmijët e interesuar. vet. Tu po. Janë shumë elemente, i ka lënë në aeroport, nuk është kujdesur për ta, nuk është interesuar për ta, i ka Po lënë nëse në njërë po thotë është në trungun tim Kemi një familjar, prokuror. unë jam përfaqësuesi i saj ligjor dhe zonja në fjalë, i mban peng atëre? Zonja ka një Të lutem, deklaratë të lutem, notariale zonë. të vitit 2022, ku të dyja palët, si i ati dhe ema e fëmijëve, ngarkojnë zonjën me kujdestarinë e fëmijës për sa i përket territorit shqiptar. Çfarë afati ka? Do të thotë që nuk ka afat. Nuk ka afat, Nuk pra ka afat. aktualisht është kjo kujdestarja ligjore. Gjyshja. Mund të kujdeset në disa tagra ka limitet e veta, por është kujdestare e fëmijëve. Tani, një gjë tjetër këtu që kjo prokur revokon të gjitha prokurat e mëparshme. Edhe Prandaj 7 kallëzimet në polici nuk e kanë marrë zonjën. Bien poshtë, nuk e marrë dot përsipër, sepse përderisa vetë personi i ati edhe e bia zonjës. Njerku mund ta themi. Njerku i njërës i ati i tjetrës. Po. I ka dhënë tagrat zonjës për të kujdesur për ta, ai nuk mund të pretendojë se zonja po e mban peng në këtë rast. Mirë, në qoftë se do ta kishim këtu, do t'ja kthenim këtë Ne përgjigje. ndodhemi në rastin ku, sepse personi, siç është shënuar në prokur, i ati, nuk mund të nxjerrë fëmijët jashtë territorit të Shqipërisë pa miratimin e nënës. Shiko, vepra në qoftë se vërtetohet kjo vepër penale shumë e rëndë, absolutisht e rëndë. Po. Në Turqi dhe është konsumuar atje, çfarë ndodh? Tani Dhe kallëzimi është bërë në Shqipëri. Kallëzimi është bërë në Shqipëri, por prandaj ekziston ekstradimi dhe prandaj ekziston Pra, konventat ne kemi një marrëveshje bilaterale. me Kemi një konvent, shtetin- kemi një marrëveshje bilaterale me Turqinë, ku në qoftë se çdo akuzë Po shtetasit shqiptar apo edhe po shtetasit turq? Edhe për shtetasit si të huaj, sepse vajza është shqiptare dhe krimi është bërë kundrejt një vajze shqiptare. Edhe legjislacioni jonë na lejon të mbrojmë qytetarët tonë. Në qoftë se ai do ta kundërshtojë këtë ekstradim pra abuzuesi? Tani kjo është me parë shumë larg në faktin. Në faktin konkret ne ndodhemi akoma te hapat e para të hetimit dhe të kallëzimit penal, ku zonja patjetër duhet të marrë një informacion sepse nga marsi deri në nëntor nuk ka marrë njoftime nga prokuroria, kështu që duhet të interesohet se s'bën. Në agushti e ka marrë. Se nuk dua ta bëj nga gushti pas ka marrë këtij viti, kështu që ka kohë domethënë. Ka kohë për të mbyllur hetimet, të mos themi të lutem, nga gushti 2025-s ka kohë për hetimet. Vetëm nuk mund të bëj sikur nuk e dëgjova atë çfarë tha zonja, sepse ky fëmijë që ka ndodhur apo jo abuzimin, ne nuk mund ta marrim përsipër, por kemi dëshmi të forta që mbi të mund edhe të jetë abuzuar, mund të mos jetë babai i Njerkut, mund të jetë kushdo tjetër. Unë uroj të mos jetë abuzuar me vajzën dhe gjithë vajza mund ta ketë trilluar, sepse mirë zonjën e kemi me probleme shëndetit mendor, siç tha shtetasit turq. Po, të lutem, po e di zonjë, e di. Por edhe nusja e Dajës që u rrëfyer në këtë studio që ka me probleme shëndetit mendor, absolutisht jo. Të ketë babain e saj biologjik avokat me profesion, edhe këtu nuk mund ta mbyll dot gojën dhe të bëj sikur nuk e dëgjova atë çfarë tha 58 vjeçarja. Çfarë tha ky zotëria, të bëjmë një martesë bashkë? Unë, po, e mora na isha për të vizituar në Turqi, dhe e mora në telefon. I thash, se ai zotëria po i merr të dyja, po merr dhe fëmin tënd. I thash dili për zot se s'dihet çaj ndodh në Turqi fëmis, sikur e parandjeja. Sikur e parandjeva. Dhe më tha, e di ç'ke ti tha, apo vjet martohemi bashku, subhanallahu thash. Qa po thu? Tha po që të shpëtojmë vajzën bra. Si more thash ti ke vajt me vajzën time, ke pas bashkëtes me vajzën time dhe të martohesh me mu?
Ai është vënë në dieni që vajza e saj mund të jetë abuzuar? Jo, tani vonë jo. Unë pas asaj Po pse nuk e bën këtë hap ti? Çfarë hapi do bëj unë? Një person që të ul kaq poshtë, që unë mund të isha shumë mirë vjerra atij. Nise, ndoshta e ka Është pasur tmerrshme. një martesë ligjore për ta shpëtuar, por as kjo nuk duhet Nuk duhet është e dilte nga pamundur. goja e tij. Gjithsesi, ai ka të drejtë ta di që me vajzën e tij ndoshta është abuzuar. Ta jap si këshill. Ma merr apo jo është çështja jote. Po, Megjithatë, edhe mundet ta bëj një sakrifisë ta gjej. patjetër. Ndërkohë dua të kaloj edhe tek psikologja, tek Belinda Mustafa. Bela, me kaj sa dëgjove, histori shumë trondicë, por ne një me rrëfim 25 vite kemi dëgjuar plot të tilla fatkeqësisht. Kush do ishte sugjerimi jot në lidhje me rastin? Tani, Se do të tregosh edhe pak e rezervuar e di. Duhet të tregojmë shumë e rezervuar. Në qoftë se mjeku ligjor është refuzuar nga zonja, duhet të rikryhet një mjeku ligjor njëre para punës. E dyta, vajza duhet merret në mbrojtje. Sepse një fëmijë që ka këto sjellje, ka një post-traum, zonja tha që Ka bërë 2 herë suicid. ka tentuar 2 herë, ka tentuar 2 herë suicidin dhe është ndaluar nga familjarët. Fakti që vajza nuk flet shqip, do me thënë ka ndaluar së folur shqip. Ka filluar. Ka filluar dhe tani ka nisur të flasë shqip, por trauma e ka bërë që ta ka përcej të folurin në shqip. Ndodh që duke kaluar një traumë të madhe personi, sidomos tek fëmijët ndodh që humb kujtesa, humbin edhe benefitet e fituar, do me thënë rregulli i fituar më përpara. Edhe fakti që vajza është rritur vetë nga gjyshja, nëna ka qenë në mungesë gjatë gjithë kohës. Ajo ka ikur në Turqi, e ka marrë, e ka risjell prap. Dhe duhet të tregojmë dhe sinqert mendoj se nëna mund të jetë në dieni të kësaj situate. Në qoftë se e ka sjell. Sidomos në qoftë se ardhja e vajzës ka ardhur direkt Si mundet një nënë t'i dorëzoj tek mamaja me cilën ka pas ulje dhe ngritet për shkak të divorcit të prindërve, t'i dorëzoj në këtë lloj forme dhe të shkoj emocionalisht në një religjon në Arabinë Saudite. Edhe këtë nuk arrit ta kuptoj. Janë pak religione, është diçka që unë kam, domethënë, mundohet të justifikoj faktin me besimin fetar. Edhe ta kaloj këtë si situatë. Shiko, kur thua nëna është në dieni, po më sjell në vëmendje edhe zhvillimet e fundit të rastit të abuzimit të Fierit, ku punonjësit social të Bashkisë Fierit kanë marrë fëmijët e familjes, ne mbaj mend babain që abuzoi mbi vajzën. Edhe shërbimi social, ndoshta nga intervistat e kryera me nënën e fëmijës, mundet dhe dyshon që nëna mund të ketë pasur, ose ka rënë erë të një... Por a janë vërteta këto se kush në botë mund të nuhasi diçka dhe të mos reagoj? Pikërisht, nuk i vërtetojmë dot derisa nëna tjetë këtu prezente me ne dhe të flasi me ne. Por nëna nuk është prezente dhe me sa kam kuptuar gjatë gjithë jetës së saj ka qenë problematike kundrejt nënës. Urgjente nga pjesa emocionale, çfarë duhet për të mitur? Direkt në terapi intensive. Qoftë e vërtetë ose jo e vërtetë? Qoftë ose mos qoftë të vërtet, sjelljet e vajzës janë problematike. Të tentuarit 2 herë suicid në një moshë kaq të vogël është shumë e rrezikshme. Duhet patjetër për shkak të luhatjeve emocionale apo për shkak të një traume se diçka ka ndodhur në jetën e vajzës? Këto sjellje vijnë nga trauma. Nuk mund të vinë asnjëherë. Mundet. Probabiliteti më i madh është që mund të ketë ndodhur? Po, probabiliteti më i madh është që mund të ketë ndodhur edhe fatkeqësisht fëmijët e kanë që të paktën zonjat gënjente, nusja e Darjes gënjente, vetëm me vajzën mos kishte ndodhur asgjë. Për shembull fakti që ajo ka shpërthyer duke ngrënë lule shtrydhet mund të jetë një gjë që ajo mund ta ketë pasur aty afër kur ka ndodhur. Kënjell tham sa hajta lule shtrydhet më futi brenda plakut. Në momentin kur ka ngrënë dhe i është kthyer flashback si thoni ju. Flashback mund të kenë qenë kujtimet e mëparshme. Sepse në momentin e pas ka gënjur po me lule shtrydhe dhe ka vendosur në momentin që një vit më pas duke ngrënë. Tani e kuptuam qartë. Ka qenë një trigger i sjelljes dhe shpërtimit. Ju falenderoj të dyjave, vetëm qetëso pak, të lutem. Nuk mundesh që në fund të këtij emisioni të dorëzohesh. Fjalët e atij zotërie, shiko, edhe vajza jote, por edhe vetë zotëria që e kanë baba apo vajza jote ka vjerë dhe ka jetuar për një kohë të gjatë, të gjithë nuk e besojnë. Mendojnë deri në fund që mund të jenë trille fëmijësh. Por specialistët në një moshë që është vajza nuk trillon. Qartë. Është e pamundur. Biles zonja tentoi të jepte detaje, por unë në mënyrë absolute. Sidomos kur vajza ka dhënë detaje. Po.
Më the pak më përpara që ajo ka shkruar një mesazh vajzës time, motrës time. Kush ajo? Vajza jote? Apo mbesa? Vajza. Vajza, I çfarë ka thënë që unë i kam bërë ato fëmijë t'i marrin baballarët e tyne, njëri e voglat marrin të voglën, ky tjetri të marrin. Unë do bëj fëmijë musliman. Po sepse e ka thënë këtë laf, unë nuk e di. Dhe pastaj ka bërë blok. Motrës i ka bërë blok dhe asaj, i ka thënë mi nuk pas ke dash nonën tate. Po fëmin tate, dhe në atë moment i ka bërë blok dhe motrës time dhe nuk kam jasë një lidhje ma. A ke që thirrje në fund të këtij emisioni dhe për kë? Për donën e vetë. Për vajzën tënde? Të këthellohet. Janë dy fosh, një që kanë nevoj për nënën. Unë jam sot për nesër, unë kam dhe halli, unë kam dhe fëmin autik. Nuk është puna se unë nuk do t'a maj, unë deri në frymën e funit do t'a maj këtë fëmi. Por ajo fëmi, ajo nënë e vetë, ku e kratë në gjithë nëne? Unë jam nënë, me gjithë halë që më ka thelmos, unë prap i shkoj prapa. Si ajo nuk intereson. Ajo mund t'jetë doktrinuar kaq thellë, sa që... Jo, se ka doktrinuar, se ajo por sa ka hynë, bile ka hynë, por të fshehë këto gjëra tjera besoj. Nostja qojnë pra ti thua refuzon vajza jote të përballet me të vërtetën. Po. Dhe ka deklaruar tek tezja që të voglën ta marri shtetasi turk edhe të madhen ta marri babai vetë avokat. Po fshihet pas petkut e islamit është gjyna. Ke Allahu të dhemë gjora, ajo po fshihet për ato, ajo unë jam e bindur që ajo mund ta dije. Në qoftë se ka ndodhur abuzimi, se jam në fund dhe më duhet ta mbyll, të premtoj që ne bashkë do jemi shumë gjatë në këtë studio derisa dali e vërteta gjithë kësaj historie. Por çështje në qoftë se ka ndodhur abuzimi, gjithmonë e themi në qoftë se. Po, në qoftë. Unë shpresoj që deri në fund më mirë të kesh gënjur ti, nusja e djalit tënd. Ke gënjur, po s'është se unë e kam pa me sy. Okej, mund të ketë gënjur vajza dhe mbas vajzës gënjeni dhe ju të tjerët. Mund ta kemi edhe ne gabim në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, shpresoj ta kenë gabim edhe dy të ftuarat. Në qoftë se dele vërteta në shesh, ti çfarë do kërkoje nga këto organet kompetente? Unë doja vetëm drejtësi për vajzën, edhe doja të më përfaqësonit me një avokat që ta përfaqësonte në mënyrë dinjitoze, se unë në këto avokat falas që më thua ke ministria, e kam pas një farë përvoje, që ma mori një çështje për një punë prone dhe nuk u duk më kërkun. Ua se gjeta, sa bora, as telefon s'papte, dhe më ngjelet çështja pezull. Unë dua t'i shkruaj në fund kësaj pune. Gjithsesi, unë do bëj përpjekjet e mia me të gjithë. Do ta premtoj këtë gjë. Do t'i telefonoj të gjithë pavarësisht se ata nuk janë avokat kryesisht. Duke ditë këtë problem, duke ditë se vajza u muar në 2022 dhe iku atje nëpërmjet nënës vetë, se erdhi nëna vetë e mori. Dhe të më thot mua këtu që do të bie vajzën ku do qoftë vajzën tonë të mori vajzën, dëmon asistentja sociale me dieni ma thot. Mos i rikthehemi më, ta lëm tek thirrjet e fundit. Po si do vihet marri vajzën time? Do bëjmë emisione të tjera e dashur, do bëjmë emisione të tjera, do flasim për ato çfarë nuk e treguar ditën e sotme në këtë studio. Unë të premtoj që me të gjithë avokatët dhe listën e avokatëve, edhe pse ata nuk janë kryesisht, janë një profesion i lirë që paguhen pikërisht me taksa gjyqësore. Ju jeni me kemp, por prandaj edhe... Me kempin e djalit, jo timin. Po pra, edhe shteti ju ka vënë avokat kryesisht tek të cilët ti nuk e besim. Unë do të telefonoj të gjithë avokatët një më një se kush mundet të paktën me ata që kam njohje. Dua dalë vërteta e mbesës. Qartë, mirë. Të falenderoj që ishe në këtë studio. Edhe në qoftë se e ka mundësi dhe një moment të fundit. Më njoftoj nga regjia kemi kaluar çdo limit. Okej. Por mund ta thuash vetëm me një fjalë. Vetëm me një fjalë. Ky zotëri i çdondër që kërkon, gjatë gjithë këtyre viteve duhet të pyetet ne po e presim dhëndri. Qa ka shpenzuar për këto fëmijë? Qa ka shpenzuar? Qoftë dhe një pampers, qoftë dhe një qumë të farmacie. Qa ka shpenzuar për këto fëmijë? Do t'i pyesim për të gjitha. Mirë dashur, faleminderit që ishe me mua në studio, faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë të takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.